Mbas festës së analipsit dhe ngjitjet të Zotit në qiell, kisha përkujton etrit e sinodit parë ekumenik. Përse kisha ka vendosur që të kujtoj këta etër, pikërisht ndërmjet analipsit, ngjitjes së Zotit në qiell edhe Pentekostis. Sepse etrit e sinodit parë formuluan besimin tonë. Ata nuk shpikën një besim të ri. Zoti e kishte zbuluar atë gjë, po ato e formuluan atë për ta bërë më të qartë. Dhe arsyeja ishte sepse një prift në Aleksandri me emrin Arios, një teolog i dëgjuar, eloquent, bindës, por shumë krenar dhe ambicios. Dhe duke lexuar shkrimin e shenjtë, ai mendoi që Krishti, biri i Perëndis, nuk mund të jetë njësoj si Ati. Do jetë i lindur në kohë, dhe kishte një kohë ku ai ishte. Dhe debati filloi në një ditë kur patriku e saj kohe, Aleksandri, Shën Aleksandri, po fliste për Trinin. Dhe Arios e ndërpreu duke i thënë që biri thot ka një kohë që s'ka qenë, kishte një kohë që nuk ishte. Dhe filloi një debat i madh dhe përsëri Ariosi nuk u bind. Aleksandri thriti një sinod lokal të vogël dhe ai nuk u binda sinodit. Dhe ato e hoqën si prift. Po ai e përhapi këtë doktrinë kudo. Duke qenë mjeshtër i manipulimit, krijoi disa gjëra shumë popullore që njerëzit mund t'i kapnin për një herë. Filloi të kompozonte disa këngë. Ne nuk e dim melodinë asyre këngëve, po dim diçka nga fjalët që thonte. Pra thonte që ishte një kohë kur biri nuk ishte, biri nuk ka të njëjtin lavdi me Atin, dhe këto i përhapin nëpër popull. Dhe këto këngë u përhapën kudo. Dhe jo vetëm që u përhap në të gjithë Egjiptin, po u përhap në gjithë lindjen e asaj kohe, perëndorinë lindore të asaj kohe. Dhe Shën Konstantini i Madh, duke parë rrezikun e madh të kësaj ndarje, sepse perandoria dhe mund të ndaje, kisha mund të ndaje, thirrri një sinod shumë të madh. Dhe arsyeja që e thirrri tha me fjalët të cilët do të citoj. Për mua, shqetësimi më i madh nuk është thot gjaku që kam derdhur nëpër betejë dhe ushtarët që dhanë nëpër betejë për të çliruar krishtërimin nga persekutimi, por grindja brenda kishës, sepse ajo është shkatërruese. Dhe sinodi i parë ekumenik, ku mblodhen etër nga gjithë perandoria, sidomos nga pjesa e lindjes, 318 etër të shenjtë, midis tyre ishin dhe njerëz që kishin edhe shenjat e persekutimeve, siç ishin Jakovi, peshkopi Irakut, sotëm ishte Shën Pafnuti, një peshkop nga Egjipti, i cilit i kishin hequr një sy dhe e kishin torturuar sa që dhe me një këmbë zi lëviste, dhe ishin dhe shumë njerëz të tjerë peshkop të dëgjuar, si Shën Nikolla, Shën Spiridoni, Trimithundës, dhe të gjithë këta e kundërshtuan interpretimin e Ariosit, si shtrëmbrim i madh i besimit tonë. Dhe u dhanë shembuj të ndryshëm, duke filluar nga teologë të famshëm, etër që ishin teologë që jepshin argumente të shkëlqyera, po dhe nga disa mrekulli që u bën. Një nga mrekullit ishte mrekullia e Shën Spiridonit. Ai për të vërtetuar se si në një mund të jenë tre, mori një tull dhe shtrëngoi. E Zoti i bëri një mrekulli. Nga tulla rodhi ujë, doli flaka dhe çfarë ishte baltë mbeti në dorën e tij. Edhe i tha këtyre, kjo është një tull, po janë tre elemente. Ashtu edhe Zoti, Trinia e Shenjtë, është një qenie hyjnore, po janë tre persona. Dhe debatet atje ishin shumë të ashpra, duke biseduar. Po në fund 316 nga etrit e dënuan herezin e Arios, vetëm 2 nuk e dënuan. Dhe sinodi e mbylli në triumf këtë gjë, po Ariosi nuk u dërzua, sepse heretikët nuk janë vetëm thjesht njerëz që kanë një doktrinë të gabuar, por janë njerëz që nuk binden, sepse janë njerëz krenar dhe ambicioz. Shumë etër të kishës, ndoshta mund të kenë pasur në periudhën e tyre disa ide të gabuara, po ato janë nënshtruar kishës. Dhe kisha një si të vërtet
vetëm konsensusin e gjithë etërëve të kishës, kur të gjithë kanë qenë dakord për diçka, jo vetëm thjesht opinionin e një personi. Krenarët nuk binden dhe prandaj krijojnë gjithmonë sherrë dhe grindje në kishë. Dhe kjo është një nga mëkatet më të mëdha që mund të ndodhi. Kushdo që përçan trupin e Krishtit bën një mëkat jashtëzakonisht madh. Sa Shën Kipriani thonte, një skizmatik, edhe sikur të vdesë si martir, nuk do falet për krimin që ka bërë. Bindja ka mësimeve të kishës është shumë e rëndësishme. Sepse çfarë do thotë jesh krenar? Krenar do thotë që mbështetesh vetëm në mendjen tënde, nuk mbështetesh në atë që ka mësuar kisha vazhdimisht. Siç e thash pak më parë, etrit e sinodit parë nuk krijuan një besim të ri, po formuluan dhe qartësuan atë që ishte zbuluar nga Krishti tek apostujt. Gjithë shkrimi i shenjtë është i mbushur që Krishti është Perëndi i vërtet. Atë që themi dhe në simbolin e besimit, dritë për dritë, Perëndi e vërtet për Perëndi e vërtet. Dhe të tre personat e Trinisë kanë të njëjtën qenie, është një qenie hynore, që do thotë një Perëndi, po kjo në tre persona. E meqense kjo është shumë vështirë të kuptohet nga mendjet njerëzore, siç kemi vështirësi që të kuptojmë se si është një person, dhe në të janë dy natyra të Jesu Krishti. Është natyra hynore e natyra njerëzore. Pavësia e mendjes njerëzore për të kuptuar shumë gjëra i ka çuar njerëzit në herezira e në gabime shumë të mëdha. Ne nuk mund ta shpjegojmë vetëm me mendjen tonë misterin e Perëndisë. Misteri i Perëndisë kuptohet nga një përvojë personale me Perëndin, nga një pastrim shpirtëror shumë i madh dhe nga hiri i Perëndisë. Nuk arritëm që e zbuluam ne Perëndin. Perëndia u shfaq tek ne. Dhe ky është ndryshimi ndërmjet filosofisë edhe besimit. Filosofia ndoshta është përpjekja e njerëzve genial për të shpjeguar veten e tyre dhe botën. Por një filosof kundërshton filosofin tjetër, njëri e mendon këtë formë, tjetri në formën tjetër. Besimi është diçka tjetër, është një e vërtetë që është zbuluar nga Zoti dhe nuk është e hapur për negociata, e pranojmë ne ose nuk e pranojmë. Nëse ne kemi besimin, padyshim që do arrim dhe në njohje. Shën Agustini thonte këto fjalë. Ne nuk vim nga njohja në besim, po nga besimi kalojmë në njohje. Nëse ne e besojmë dhe i bindemi kishës në mësimet e saj, dal nga dal do fillojmë të kuptojmë e të ndriçohemi. Dhe atëherë dhe mendja jonë do ndriçohet për të kuptuar misterin e Trinisë, për aq sa mund të kuptojnë mendjet tona të kufizuara. Sepse ju e dini thënien e famshme. Perëndia është mbi arsyen, po jo jashtë arsyes. Arsyeja na ndihmon në besimin, por nuk do thotë që mund ta shpjegoj gjithë besimin arsyeja. Janë shumë mistere të mëdha. Shëni Jan Damaskini thot këto fjalë. Ne dim thot që biri i Perëndisë është i lindur, jo i bërë. E dim që shpirti i shenjtë buron nga Ati, po se si bëhen këto thot ne nuk e kuptojmë. Kjo është një mister shumë i madh. Dhe nëse mendja e njeriu do që ta shpjegoj vetëm me mendjen e tij, gjithmonë do gaboj. Por ishte edhe një element tjetër përse Ariosi ju kundërvu Shën Aleksandrit. Ai donte të zgjidhej Patrik, po sinodi nuk zgjodhi atë, zgjodhi Aleksandrin. Dhe meqense Aleksandri ishte një mbrojtës shumë i fuqishëm i Trinisë, ai u nxit nga kjo gjë duke sulmuar doktrinën e tij, sulmonte edhe vetë personin. Sepse shpesh herë në shumë gjëra janë dhe marrëdhëniet personale, pavarësisht se mund maskohen me gjëra të tjera. Ka shumë njerëz që ndoshta nuk duan një person dhe fillojnë dhe sulmojnë ato gjëra që ndoshta bën ai ose do ai. Në fakt nuk e kanë për doktrinat, as për formulimet, po e kanë për arsye personale. Prandaj dhe egoizmi, krenaria, që lind smirën dhe ambicien për lavdi, gjithmonë do i çojë njerëzit në gabim. Pavarësisht se ai do i maskoj me forma të ndryshme. Ai filloi të maskonte duke thënë që duhem të përhapim të vërtetën që është në Ungjil. Po nëse ne lexohet Ungjilli me gjithë zemër, Ungjilli është i mbushur me dëshmitë që Krishti është Perëndi i vërtet dhe njeri i vërtet. Në letrën e parë drejtuar hebrejve të Shën Pavlit, në vargjet e para thohet hapur. Shën Pavlit citon nga psalmet, kur Zoti i drejtohet pikërisht Zotit. Ti o Zot, thot, ishe ai që bure themelet e botës. Ti ishe që krijove gjithçka mos e qenia. Dhe këto fjalë ka për Krishtin. Gjë që do thot Krishti nuk ishte një kohë që s'ishte, sepse ishte ai që krijoi botën dhe krijoi dhe korat. Lindja e Krishtit para
gjithë shkaje, ishte një lindje mistike, që në mendja jo nuk mund të kapi dot, sepse Perëndia ka qenë gjithmonë, nuk ishte një kohë ku Krishti nuk ishte, personi i Krishtit, personi i birit, sepse shpeshherë me fjalën Krishtin e kuptojmë dhe birin e Perëndis që u mishërua dhe mori trup njeriu. Por nuk ishte asnjë kohë ku ai nuk ishte i përjetshëm, ashtu si Shpirti i Shenjtë. Po përse kisha me kaq forcë e mbrojti këtë gjë? Dhe shumë njerëz sot do të thonë, po çrëndësi ka se çfarë thonte X ose tjetri. Ka rëndësi jashtëzakonisht madhe, se duke u prishur doktrina, prishet dhe gjithçka tjetër. Besimi nuk është vetëm thjesht një doktrinë, një teori. Besimi është një praktik për të jetuar. Nëse Krishti nuk do ishte Perëndi i plot, ai nuk mund ta shpëtonte ne. Asnjë nuk mund ta mbushje e ndeku ndërmjet hyjnis edhe njerëzve nëse nuk do ishte Zoti vet. Prandaj dhe etrit e kishës po mbronin doktrinën e shpëtimit dhe e dinin që sa e rëndësishme është ajo gjë. Nëse ne nuk do besojmë në Krishtin si Perëndi, nuk mund të shpëtonim. Në Ungjillin e Shën Johanit, Krishti thot këto fjalë që shumë njerëzve mund t'ju duken dhe shumë të ashpra. Do vdesni në mëkatet tuaja nëse nuk do besoni atë që unë jam. A nëse ne fillojmë dhe ndryshojmë dhe nuk kemi më Krishtin që është zbuluar realisht, po krijojmë një Krisht sipas mendjes tonë, nuk mund të shpëtojmë dot. Prandaj dhe etrit e kishës e kishin kaq të rëndësishme mbrojtjen e kësaj doktrine. Dhe ishin pikërisht këta etër që vun themelin e formulimit të doktrinës tonë. 7 nenet e para të simbolit të besimit u vendosën në këtë sinod. Ai sinod u mor dhe me shumë gjëra tjera. Përcaktoi datën e Pashkës, se si duhet të caktohet, që të ishte një unitet ndërmjet krishterëve, zgjedhi një çështje shumë të madhe, ishte një skizëm shumë e madhe e bërë nga Meleti, një tjetër episkop që ishte shumë krenar dhe krijoi një përçarje se mbas persekutimit shpeshherë kisha është ndodhur në vështirësi shumë të mëdha. Në atë kohë, në Egjipt, Meleti së bashku me disa njerëz tjerë mendonte që gjithë ata njerëz që mëkatuan e nuk e rezistuan persekutimit, nuk duhet pranoheshin më në kishë. Por kisha është e mëshirshme, sepse përpiqet të zbatojë çfarë thot Zoti. Zoti kur pendohen i fal mëkatarët. Nëse Zoti nuk do falte mëkatarët, asnjë nga ne s'do ishte gjallë. Dhe Meleti nuk e pranoi këtë. Dhe krijoi një sistem, një kishë tjetër brenda kishës, duke dorëzuar peshkop të tjerë, duke krijuar një përçarje shumë të madhe. Dhe sinodi i parë ekumenik gjeti dhe një zgjidhje për këtë punë. Dhe sidomos vendosi dhe shumë rregulla mbi disiplinën kishtare. Por thelbi i këtij sinodi ishte pikërisht mospranimi i doktrinës së Ariosit. Sepse ishte një kohë, siç thohet dhe një fjalë shumë e famshme për shën Athanasin e Madh, Athanasi kundra gjithë botës. Ishte një kohë që arianizmi ishte përhapur pothuajse në gjithë Perëndin. Gjithë Perëndimi ishte mbushur dhe lindja e Perëndorisë me këto mësime jo të sakta. Sepse në natyrën njerëzore dukeshin që kishte kuptim, mënyra si shpjegonte ai gjë. Dhe ky ishte edhe gabimi. Gabimi është gjithmonë i joni kur ne mendojmë ta shpjegojmë ashtu siç e mendojmë ne. Edhe sot ndodh në Ungjillin, jo vetëm kishën tonë, por shumë kisha ndodh kjo gjë që mundohen ta interpretojnë ata Ungjillin ashtu si e kuptojnë ata, ose ashtu siç duan ata që të ishte Ungjilli. Ungjilli është fjala e Perëndisë dhe është e pandryshueshme. Qielli dhe dheu do të shkojnë, thot Zoti, po fjalët e mia janë për jetë. Fjalët e Ungjillit janë fjalë të qarta e të thjeshta, pa ato kuptohen me një zemër të pastër. Prandaj dhe sinodi i parë ekumenik është një thirrje për gjithë secilin nga ne. Nëse ne do e shtojmë besimin, nëse ne do shtojmë jetën shpirtërore, nëse do ne jemi më të përkushtuar duke medituar rreth Ungjillit, do fillojmë dhe ta kuptojmë atë gjë. E duke kuptuar këtë, do ndonjojmë dhe madhështinë e etërve të kishës, se si ata e ruajtën, e si e kishin njohur realisht besimin e tyre, ashtu siç Zoti e kishte transmetuar në tokë. Dhe e fundit që është për të përkujtuar sot, është lutja që lexohet në Ungjillin e sotëm. Është lutja e Zotit. Është nga pjesët më të bukura në Ungjillin e Shën Johanit, më poetikja edhe më preksja. Kur Zoti lutet për nxënësit e tij, lutet
për gjithë nxënësit e tij që do besojnë gjatë gjithë kohës, dhe është pikërisht kjo lutje që ka dhënë forcë kishës për të ruajtur besimin, sepse pa lutjen e Krishtit drejtuar atit, njerëzit nuk do kishin forcë për të rezistuar betejave të shumta. Në fillim, i ligu nxiti nëpërmjet persekutimit. Dhe ju e dini që miliona martirë në gjithë perandërinë u vranë për besimin e krishterë. E persekutimi vazhdoi për rreth 3 shekujsh, por nuk e mundi dot kishën. Jo vetëm që nuk e shohi besimin, pa i ushtua dhe ushtrin gjithë perandërinë. Dhe i ligu ndroi taktik. Filloi ta sulmonte nga brenda. Ujqër, si thot Shën Pavli, më vonë thot do vinë disa ujqër brenda kishës, të cilët do përpiqen ta shqyejnë kishën. Këta janë heretikët, e gjithë njerëzit skizmatikët, gjithë njerëzit krenar e njerëzit ambicios që për hir të egoizmit të tyre sakrifikojnë edhe gjithë kishën. E njerëz të tillë u shfaqen vazhdimisht. Dhe krye heretiku ka qenë gjithmonë Ariosi. Doktrina e tij ishte një rrezik i jashtëzakonshëm. Dhe duke hedhur themelet etrit të kishës, të doktrinës kishës, i ruajtën edhe për herezit e tjera që do dilin më vonë, sepse doktrina e tyre ishte vendosur në themelet sigurta. Prandaj ne sot i kujtojmë ata. Nuk e kujtojmë vetëm thjesht si ngjarje, po kujtojmë etrit si persona. Prandaj dhe përmendim numrin 318 vet. Ne nuk e dim saktisht se sa mund të ketë qenë nga ana historike atje, por ky numër i zgjedhur është një numër shumë i rëndësishëm, sepse ishin përfaqësues nga gjithë perandëria. Dhe një sinod ekumenik këtë kuptimin ka. Është një sinod kur mblidhen gjithë peshkopët, marrin një vendim që merret me shumicë gjithmonë vendimi, dhe pastaj është i detyrueshëm për të gjithë të krishterët e tjerë, sepse është bërë nga njerëz të shenjtë, frymëzuar nga shpirti i shenjtë. Ne besojmë që kisha udhëhiqet nga Krishti. Kreu i kishës është Krishti. E shpirti i shenjtë nuk është larguar nga kisha, vazhdon vazhdimisht. Sa do të paraqiten njerëz që duan ta shtrëmbrojnë, e duan ta përçajnë kishën, shpirti i shenjtë ndodhet gjithmonë, e gjithmonë do të dalin njerëz që do ta mbrojnë atë gjë. Prandaj le të lutemi Atit qiellor, që të gjithë secilit nga ne na japi mençuri, e të na japi urtësi, e të na japi përulësi për t'ju bindur kishës, sepse duke ndjekur mësimin e kishës mund të shpëtojmë. Duke ndjekur vetëm pasionet tona, nuk ka shans që të shpëtojmë. Lutja e Krishtit për gjithë njerëzit duhet lexohet vazhdimisht nga ju. Madje do ju rekomandoja që lexojeni edhe një herë kur shkoni në shtëpi, sepse është një lutje jashtëzakonisht e fortë dhe është një lutje për gjithë secilin nga ne. Le të shpresojmë e të lutemi që lutja e Krishtit na mbrojë, na ndriçojë e ka të shëtërojë. Amin.